U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë, jemi me të ftuarit tanë ku ne mundohemi gjithmonë të trajtojmë temat të ndryshme. Kësaj radhe do flasim për librin më të ri të botuar, Reflektime në kohë krize, nga autori Ardian Ramadani, që sjell një udhëtim reflektues mbi kohën, shoqërinë dhe sfidat që po jetojmë. Me një qasje analitike, por edhe njerëzore, libri prek tema që lidhen me politikën, kulturën, identitetin dhe zhvillimet globale, duke ftuar lexuesin të ndalet e të mendojë më thellë mbi realitetin e sotëm. Përshëndetje zotëri Ardian, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje, ju falenderit përzemërsisht për ftesën, është hera e tretë që vjen në studiot e tashmë rinovuar të radio televizionit. Kaq për herë të parë më kujto, tu kam qenë në vitin 2012 ku kemi pasur një bashkëbisedim shumë të mirë rreth librit. Atëherë vazhdojmë të flasim pikërisht përsëri për librin. Libri juaj mban titullin Reflektime në kohë krize. Çfarë ju shtyu ta trajtoni pikërisht këtë periudhë dhe pse mendoni se shoqëria jon ka nevojë për më shumë reflektime sot? Shoqëria jon ka nevojë për më shumë reflektime dhe jo vetëm shoqëria, por edhe individët duhet patjetër që të thellohen në reflektime, sepse vetëm përmes reflektimeve dhe përsiateve të thella mund të arrijmë që t'i bëjmë ballë sfidave të cilët na shfaqen, do të thotë, dhe të cilët janë të shumta. Librin që keni përpara përmbledh një tërësi të shqetësimeve, të brengave dhe të sfidave të ndryshme të cilat na tangojnë dhe na kanë kapluar, dhe unë mbase dëshiroja që t'i ndaja këto shqetësime, këto brenga duke i plasuar në letrën e shkruar, sepse fjala e shkruar tashmë edhe mbetet. Këto shkrime në përgjithësi kanë qenë edhe të botuara, do të thotë më herët në për revista të ndryshme, në për portale, por unë dëshiroja që t'i ndaja dhe t'i sistematizoja, do të thotë, në një libër, t'i fusja, t'i sublimoja në një libër, të vetëm jo thjesht për të shtuar sasinë e librave të botuara, por thjesht duke qenë koshient për athënien se fjala e shkruar mbetet dhe dihet se libri i reziston të gjithave. I reziston edhe blogjeve, i reziston edhe portaleve, i reziston edhe se po humben në internet. Ndërkaq kur ti fusësh në një libër, ato mbesin si një kujtim shumë i mirë dhe libri kuptohet që do t'ju flas më pas edhe brezave dhe gjeneratave që do vinë pas nesh. Ashtu do e kemi në dorë librin, jo në mënyrë elektronike, ashtu do të mbetet një kujtim, si që thoni, në mënyrë të shkruar, ashtu si edhe fotografi që i kemi në për albumet në shtëpi, jo vetëm fotografi në për jetës sociale që mund të themi me një kohë ato mund të humben. Nuk diskutohet. Të flasim në këtë libër përfshihen analizat përsiatje nga viti 2013 deri në vitin 2026. Sa ka ndryshuar këndvështrimi juaj gjatë këtyre viteve për zhvillimet politike dhe shoqërore, të themi, në rajon? Do iqem nga parimi që çdo gjë në jetë rrjedh, ndryshon. Se këndejmë edhe përqasjet, gjithësisht kundrimet rreth një fenomeni apo rreth një dukurie të caktuar, qoftë kjo politike, shoqërore e kështu me radhë, duhet të evoluoj. Çdo gjë duhet të ndryshoj së paku një herë në jetë, se për ndryshe do të zhvillojë një shoqëri statike. E kemi të qartë këtë thënie. Mendoj që edhe këto reflektime të cilet i kam plasuar në letër të shkruar, do të përmbajnë atë cejakun kohor 2013-2026 dhe kuptohet që njeriu mund të vërejë ndryshimin, evoluimin. Sot do të thotë nuk janë të ngjajshme sfidat dhe peripecit ta zëm me periudhën e vitit 2013, sepse në vitin 2013 mbase ka ekzistuar ky farlloj kibernetizimi dhe ky farlloj robotizimi dhe digitalizimi, po jo në këto përmasa sikurse që është sot. Andaj edhe ne duhet, varësisht prej sfidave epokale, varësisht prej do të thotë zhvillimit të hofshëm të shoqërisë, që sot kundrohet si shoqëri post-pozitiviste, post-moderne, shoqëria globalizuar, duhet që të jemi të përgatitur për t'i bërë ballë, dhe këtë e bëjmë vetëm duke e pranuar faktin që duhet të evoluojmë, duhet të ndryshojmë, gjëgjësisht duhet të përshtatemi varësisht prej sfidave dhe prej peripecive. Në librin tuaj keni trajtuar tema të ndryshme, duke filluar nga jo politika, kulturën, identitetin dhe geopolitikën. Si keni arritur të ndërthuni të gjitha këto dimensione, të themi, në një vepër të vetme?
jam përpjekur që përmes një qasjeje, si ta them, analitike, reflektuese ti përfshi të gjitha, edhe pse kuptohet që mund të jetë mbase edhe vështirë, por edhe kultura, edhe identiteti, edhe të gjitha këto temat të sipërcituara që i thatë dhe të cilat janë edhe në libër këtu që e keni, ndikojnë vazhdimisht në njëra tjetrën dhe janë të mvarura njëra prej tjetrës. Nuk mund t'i shkëpusim dot sikur ai zinxhiri, dhe mbase japin kuptim dhe libri faktikisht i ndërthur këto tema duke i lidhur ngjarjet konkrete që kanë ndodhur në një akëcil periudhë dhe çfarë ndikime ato kanë pasur qoftë tek individi, qoftë tek shoqëria, do të thotë e tanguar në atë periudhë, në atë akëcil periudhë kohore, dhe mendoj se të gjitha këto tema, të cilet janë të shkoqitura dhe të trajtuara, ndërlidhen njëra me tjetrën dhe kisha një çik dileme se cilës tipja pak më tepër rëndësi, por e shihja se sikur vargu zinxhiror nëse e shkëput hallkën e një zinxhiri, prishet i tërë zinxhiri dhe jam përpjekur që ta ruaj atë lloj kohezionin të rëndësishëm dhe besoj që e kam dalur po fundja e jalë lexuesit. Lexuesi është ai i cili që ta vlerësoj dhe që ta jap vlerësimin e përfundimtar. Ju ndaleni edhe te raporti mes europianizmit dhe balkanizmit. A mendoni se Ballkani perëndimor po ecën drejt Evropës apo ende mbetet të themi pengë i mentaliteteve të vjetra politike? Europianizimin në librin e radhës që kam botuar nuk kundrohet thjesht vetëm si një slogan, si një parullë. Europianizmi kërkon, do të thotë, fillimisht reflektime dhe aksione, punë, gjithësisht përveshje, reforma e kështu me radhë. Ndërkaq konteksti i marrur i ballkanizimit dhe ky koncept është përdorur në një farforme për të sqaruar fragmentimet e ndryshme që mund të ndodhin dhe që janë, do të thotë, të pranishme në Ballkan dhe jo vetëm në nivel kështu global. Kuptohet që fragmentimet për çarjet ndasit janë shumë të pranishme, por ato janë shumë të ndihshme dhe poroze në një zonë sikurse Ballkani. Jo rastësisht edhe Bismarcku ka thënë që nëse dëshironi që t'i vini flakën botës, mjafton që ndonjë të çmendur në Ballkan t'i shkojë mendja të bëjë ndonjë konflikt dhe së këndejmi është fuqi baroti dhe menjëherë fillon zjarri të kaploj rajonin, botën e kështu me radhë. Mendoj që europianizimi në vendin tonë dhe në rajonin tonë është një proces që lë për të dëshiruar, për shkak se nuk mund të bëhet europianizimi vetëm me deklarata shterp dhe me slogane, siç thash, me parulla. Kërkohet një përveshje më e madhe e mangëve dhe do thotë përkushtim më i madh në drejtim të thellimit të reformave. Më pas e shihni, do të thotë, diskursi në Ballkan, ky diskurs që shoqëron shoqëritë ballkanike, është një diskurs tepër i cekët dhe mbase mos të them është ksenofob dhe përmban në vete dhe fara të shovinizmit dhe të nacionalizmit. Mbase në një farforme përpiqet që të dominoj tjetrin në raport me tjetrin. Mendoj që duhet europianizimi pikërisht çelësi është për zgjidhjen e tërë këtyre probleme. Pranojmë sicili do të thotë diversitetin dhe atë çfarë jemi, të ndryshëm njëri prej tjetrit, kuptohet, duhet të kemi respekt për atë ndryshueshmërinë dhe për faktin e të qenunit ndryshe, por kjo jo duke shkuar në dëm timin, por jo njëkohësisht duke kërkuar dëm t'i bëj tjetrit. Thjesht pranimi i tjetrit me tëra tërësinë e vlerave që bart ai me vete. Ky është në thelbe dhe europianizimi. Mendoj që ne si shoqëri ballkanike kemi pasur modele të mira, do të thotë, në periudha të caktuara edhe të bashkëekzistimit njëri me tjetrin. Por siç e thash edhe më parë, mjafton një të çmendur, mjafton një politikë jo të menaxhuar si duhet, një politike miope, drejt shkurtër, që të fus thjesht farën e përçarjes dhe të zjarrit dhe shumë lehtë mund të thotë e keqja të përfshi. Dhe në këtë kontekst e kam shqelluar europianizimin si koncept dhe ballkanizimin. Ju në reflektimin tuaj keni përmendur edhe luftën në Ukrainë dhe si ka ndikuar në rajon. Mund të na thoni se sa kanë ndryshuar raportet gjeopolitike në Ballkan pas
luftës në Ukrainë? Mendoj që në përgjithësi fillimi i ndryshimeve në Ballkan dhe në botë kanë nisur me aneksimin që është bërë Krimes. Më pas turri rus në Ukrainë ka pasur, do të thotë, ka qenë vetëm, siç themi ne, në fund ai deserti që shia mbitor të shpërfaqja më eklatante e koncepteve të qenunit unë dhe jo të tjera, gjithsesi mbizotërimit të tjetrit. Mendoj që edhe tek elita tona politike disi sikur na gjetit të papërgatitur ki tur rus, dhe jo vetëm elitat tona politike, po dhe elitat evropiane i kapi, sepse elitat evropiane mendonin se duke ia mundësuar presidentit rus një farloj kështu qasje pak më të ndëruar dhe një raport pak më ekuilibrues, sikurse e lanë pasdore këtë farloj kështu, se shieshin edhe, do të thotë, ata që miren me studime, me analiza, kanë parë, do të thotë, përqapjet dhe tendencat, objektivat, synimet e presidentit rus për të zhvilluar atë konceptin perandorak të Rusisë. Në një rast, në një shkollë presidenti Putin dhe e pyesin president, ku janë kufit tanë të Rusisë? Thotë, Rusia nuk ka kufi, kufit e Rusisë janë gjeti ju. Dhe shpërfaqja e ambicieve perandorake mendoj që shumë pak u kuptua nga elitat politike evropiane, këtu edhe nga apatia që e ka kapluar shoqërinë evropiane dhe jo vetëm në përgjithësi. Mandej më pas kësaj ndihmoi edhe polarizimi i raporteve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mes Evropës, dhe së këndemi kjo ishte si një terren shumë i përshtatshëm dhe i mirë, i mjaftueshëm, frytdhënës për t'i realizuar ambicjet nacionaliste dhe shovene. Pikërisht, në një kohë kur debatet publike shpesh dominohen nga polarizmi dhe sloganet, sa e vështirë është sot të ruhet mendimi kritik dhe argumenti racional? Sot është base shumë e vështirë për shkak se po rrëmbehemi nga emocionet dhe nga sloganet e ndryshme, të cilat me një farforme po e predominojnë argumentin. Mendoj që fuqia e argumentit dhe fuqia e analizës së mirëfillt, fuqia e racionalitetit duhet të mbizotërojnë në mënyrë që t'i shmangemi polarizimeve, sepse shumë lehtë rrëmbehemi nga emocionet dhe mund të vijë shumë lehtë deri tek përplasja, gjithsesi tek kolizioni. Mendoj që një qasje më racionale, më e arsyeshme është çelësi për t'i shmangur polarizimet, frustrimet e ndryshme, dhe kuptohet e tëra kjo mund të arrihet vetëm përmes dijes. Asgjë nuk mund të arrihet ndryshe, sepse fusha racionale, fusha e arsyes nuk mund të zhvillohet po që se ne nuk lexojmë, po që se ne nuk ngritemi, po që se ne nuk përditësohemi. Në librin tuaj keni trajtuar edhe çështjet e identitetit, të themi identitetit kulturor. Sa është rrezikuar, të themi sot, kultura dhe identiteti shqiptar përballë ndikimeve globale, të themi? Mendoj që nëse ka një metodologji të dur të ruajtjes së kulturës, traditës dhe gjuhës, globalizimin në përgjithësi mund ta begatoj, mund të ndikoj do të thotë për begatimin e gjuhës, por në qoftë se nuk kemi një strategji të mirëfillt, qoftë kjo do të thotë e akademive shqiptare, akademive e intelektualeve, e qendrave të ndryshme universitare, instituteve të ndryshme për të ruajtur gjuhën, kulturën, traditat, të tërësinë e vlerave që shoqëron çdo shoqëri. Mendoj që nëse nuk jemi të përgatitur si duhet, rrezikohemi që si them, mos të përshtatemi në këtë valë të ndryshimeve dhe t'ia huqim. Akademit është detyrë e akademive, është detyrë e intelektualve, është detyrë e institucioneve arsimore, edukative, që të këmbëngullin në vlerësimin dhe në valorizimin e gjuhës, traditave dhe kulturës. Sepse, siç thash, sot është epoka e globalizimit, në llogaritë jam duke lexuar një libër për globalizimin aktualisht, dhe tash jemi në epokën 3.0 të globalizimit, dhe nëse ne nuk dim se si t'i përgjigjemi
sfidave që na i ofron ky globalizim, mendoj që do t'i huqim dhe shumë letë do të shkrihemi, do të tjetërsohemi në këtë enën shkrirëse, që quhet enë shkrirëse. Zotëria Ardian, ju jeni edhe profesor, përkthyes dhe hulumtues. A mund të na thoni se sa kanë ndikuar përvojat e tuaja profesionale në mënyrë se si e ndërtoni mendimin publicistik? Padyshim që përvoja është në definicion, në përkthim përvoja është dije, dhe çdo përvojë e caktuar në ndonjë, qoftë në ndonjë institucion, qoftë në ndonjë proces të caktuar, ndikon në formësimin intelektual të njeriut. Së këndejmë edhe këto përvojat e mia që i kam. Tash mos të lavdrojmë që i kam me di se çfarë përvojë është. Dhe është përvojë si përkthyes, përvojë si mësimdhënës, përvojë si ulëmtues, më kanë ndihmuar, kuptohet, për t'i shtjelluar më mirë gjërat, për t'i analizuar më thellë dhe kuptohet për t'a plasuar si fjalë të shkruar. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, siç e përmenda edhe pak më parë ky farlloj gërshetimi i këtyre përvojave, e posaçërisht përvoja e përkthimit, sepse përkthimi në vetvete është edhe pasurim, është edhe përditësim gjuhësor. Deri më tani edhe përvoja si ulëmtues ka qenë mjaftueshëm e begatshme, por do ta veçoja përvojën si përkthyes dhe kuptohet edhe si mësimdhënës, sepse vazhdoj më tutje që të ushtroj detyrën e mësimdhënësit pas orarit të punës, duke trajnuar të punësuarit e institucioneve të ndryshme në vendin tonë. Konkretisht përvojën do ta veçoja përvojën me kandidatët të punësuarit e Akademisë së Gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët i trajnojnë në gjuhën frënge dhe me ata të Ministrisë së Drejtësisë. Është përvojë dhe njëkohësisht është edhe këmbim, sepse edhe unë mësoj, jo vetëm ata që mësojnë, edhe unë mësoj nga ata. Zaten edhe procesi, kundrimi modern i procesit të mësimdhënies dhe nxënjes është i tillë që edhe trajnuesi, gjithsesi profesori mëson, po edhe kandidatët mësojnë. Është do të thotë një proces i ndërsjellët. Ju keni një lidhje të veçantë me frankofoninë dhe kulturën franceze. Mund të na thoni se çfarë ka marrë Ardian Ramadani nga modeli kulturor dhe intelektual francez? Kuptohet që kulturat mes veti janë korelative dhe japin marrin njëra prej tjetrës. Edhe unë nga kultura franceze kam marrë, gjykoj këtë frymën e debatit. Më pëlqen të debatoj, më pëlqen thjesht që të kundërshtoj, por bazuar në forcën e argumentit. Dhe më pëlqen që të analizoj gjërat pak më thellë, jo vetëm në aspekt sipërfaqësor. Ajo që do ta veçoja është kultura e leximit, që është shumë e pranishme në shoqërinë franceze. Dhe zaten edhe po të shëtiteni në për akëcil qytete në në Francë, rrisht të zisha në Paris dhe u rëmbeva. Shikoja do të thotë gjeneratat më të vjetra të cilët kishin libra në duart e tyre dhe së këndejmi përçonin atë frymën e dur e mirëfillt të kultivimit të leximit dhe të fjalës së shkruar. Ndërkaq të gjeneratat pak më të reja e vëreja përdorimin e smartphone-eve, telefoneve inteligjent, kuptohet dhe të tabletave të ndryshëm, gjithsesi laptopeve, dhe ata lexonin tek gjeneratat më të vjetra e vëreja këtë leximin. Besoni që shumë kanë ndikuar, do të thotë, në formësimin tim intelektual, në gjykimin e gjësendeve, gjithsesi në shikimin e gjërave me një dozë rezerve, kjo fryma frankofone dhe franceze. Por kuptohet, më pëlqejnë finesat që i kanë finesat, do të thotë, në hollësi shohin gjërat, nuk nguten që të japin vlerësimin e duhur. Është e vërtetë, dhe mbi gjithë vlerësojnë mendimin e tjetrit, janë në gjendje që të dëgjojnë deri në fund.
e kanë këtë durimin, nuk janë sikurse të rëmbyrë, sikurse disa kombe të cilat mezi presin që ta përfundojnë. Kjo pjesa e Ballkanit ne më nuk kemi durim. Në përgjithësi ne jemi paksa më pak të durueshëm do e thoj. Në vitin 2025 jeni emëruar ambasador për Maqedoninë e Veriut i organizatës Frankofonia. Çfarë përfaqëson për juve ky vlerësim? Frankofonia në vitin 2025 shpërbleu mundin dhe punën time, do të thotë si fillimisht si promotori i vlerave të gjuhës frënge, të kulturës franceze dhe të civilizimit francez. Organizata Frankofonia është organizata që mos përzihet me këtë organizatën ndërkombëtare të frankofonisë, është komuniteti më i madh i profesorëve, i atyre të cilët i ndajnë vlerat kulturore franceze me Selinën Nis. Çdo vit organizohen trajnime dhe seminare të ndryshme të destinuara për publikun frëngjisht folës dhe frankofil, për mësimdhënësit, për ata të cilët ligjërojnë në gjuhën frënge dhe për ata të cilët ligjërojnë lëndë të tjera në gjuhën frënge. Ofrohen kurse të ndryshme trajnimi dhe unë kisha fatin që të isha në këto trajnimet që ofronte që nga viti 2023 Frankofonia së bashku me bashkëshortën, sepse ajo e pat fituar të bursën nga ambasada e Francës për të ndjekur këtë trajnim dhe në vitin 2025 disi e vlerësuan ata punën e bërë në simbiozë së bashku me bashkëshortën dhe me fëmijët, sepse fëmijët ndiqnin kurse lingvistike gjusore në gjuhën frënge. Mendoj që ka qenë një vlerësim shumë i mirë që ka ndikuar pozitivisht, që të vazhdoj edhe më tutje si një motivim, që të vazhdoj edhe më tutje, që sigurisht që të punoj dhe të përditësohem dhe mos të ndalemi, absolutisht. Ky është libri juaj i 6. Mund të na thuani se si e shihni evolucionin tuaj si autor nga botimi i parë deri tek libri juaj i fundit, Reflektime në kohë krize? Kuptohet, si thash edhe pak më parë, njeriu si qenia njerëzore duhet të ndryshoj. Unë shpesh kur i marr librin tim të parë që flet për diplomacinë e kardinalit Richelieu, doktrina shteti kom, raison d'état, dhe arsyeja për shtet, e botuar në vitin 2009, ndonjëherë kur e marr librin në dorë dhe shoh, zot, po pas kam shkruar edhe këtë, ndoshta nuk është dashur që ta fus këtë, ndoshta është dashur diçka tjetër të them. I shihni ato gabime. Sigurisht, mbase ata mund edhe mos jenë gabime, po thjesht kjo tregon që kemi evoluar dhe ndryshe i kemi parë gjësendet në atë periudhë caktuar kur ndryshe tani. Kjo është sikurse njeriu kur fillon me aktivitet sportiv, mirë me sport. Fillimisht kilometri i parë i duket që ka arritur majat e kulminacionit më të lartë, por më pas e vëren që ka njerëz që vrapojnë edhe 40 edhe 50 edhe 60 kilometra. Dhe pra thjesht një farë lloj kështu evoluimi e shoh që nga libri i parë deri më tani dhe kuptohet që një njerëzore duhet të pranoj faktin se duhet të ndryshoj. Unë si qenie njerëzore kam kuptuar që duhet të evoluojmë. Kemi ndryshuar për të smire. Kuptohet, ndryshimet duhet patjetër që të jenë të përcjellura me atë frymën e përmirësimit dhe të përparimit dhe jo të kthimit mbrapa. Sa është e rëndësishme që intelektualët sot të jenë, të themi, më aktive në jetën publike dhe në debatet shoqërore? Është shumë e rëndësishme sepse fundja fjala intelektualit është edhe vula në një shoqëri. Mendoj që peshën kryesore për zhvillimin dhe për kahazimin e proceseve në nivel kështu shoqëror e kanë mbi supe intelektualet. Dhe sot është vërtet e neveritshme kur të ashtu quajturit intelektual në një farë forme i vardisen fillimisht është për keqardhje a këcil politikaneve, nga cili do qoftë spektër politik të jenë ata. Unë e kuptoj që duhet të kemi një bashkëpunim të mirëfillt me çdo shtresë shoqërore, me çdo profesion, me çdo profil në shoqëri, por jo dhe deri në atë tendenca të shohësh intelektualet duke u nënçmuar në një farë forme. Ndoshta këtu është edhe fajt e sistemi i cili kaluam për një sistemi ende në një fazë tranzicioni, kaluam nga sistemi komunist në sistemin ende do të thotë unë do e quaj, ne e quajmë demokratik, po
është ende karikatural, fatkeqësisht, mendoj që detyra intelektuali duhet të jetë plasimi i së vërtetës, kahëzimi i shoqërisë në drejtime të caktuara dhe mbi gjitha thënia troç e mendimit të lirë. Fundja edhe po të jetë edhe gabim, se kuptohet edhe intelektualet gabojnë. Duhet të shprehemi. Duhet të shprehemi. Duhet të kemi guximin për t'i thënë gjërat ashtu siç mendojnë se duhet të jenë. Ky është thelbi i qenionit intelektual. Mund të na thuani se kujt i dedikohet më shumë ky libër, lexuesit të zakonshëm, të rinjeve të themi, studiuesve apo politik bërësve? Mendoj që në libër ka vend të mjaftueshëm për të gjithë. Dhe që lexuesi në përgjithësi, ai që është interesuar do ta gjejë secili profil, do ta gjejë veten, do ta gjejë vendin e tij edhe në këtë libër. Thjesht duhet që t'i rrej këtë leximit, sepse e them vazhdimisht, krijimi më i madh që mund të bëhet është do të thotë kur librin e merr dhe nuk e lexon. Do të thonë vrasja më e madhe që mund t'i bëhet librit, librocet. Thjesht gjenocid i librit. Zakonisht tani më i marrin edhe si dekore librat. Fatkeqësisht, e thash shumë bukur, nëse vëreni që në një ambient shtëpiak, librat fare nuk janë vjetërsuar, janë në vi, janë si të reja. Kjo tregon diçka që aty libri thjesht veç e ka këtë pamjen e dekorit dhe e ka humb kuptimin e qenunit në libër. Ndoj që njerëzit të cilët lexojnë duhet të marrin shënime. Çdo fjalë duhet të nënvizojnë, duhet të marrin të dhëna statistikore, të shkruajnë, të shkaravisin thjesht mbi libër. Se vetëm kështu e dëshmojnë që e kanë lexuar. Apo edhe mbase të japin ndonjë vlerësim, të japin ndonjë kritik, se kritika në thelb është vlerësim. Ne keq kuptojmë ndonjëherë themi ai më kritikoi. Jo, ai të vlerësoi, sepse kritika vjen nga fjala latine kritere, që do të thotë vlerësoj. Tash vlerësimi mund të jetë kuptohet pozitiv apo edhe negativ. Cili është mesazhi që duhet të marrë të themi lexuesit nga ky libër? Dëshiroj që lexuesi fillimisht të kuptoj se asgjë nuk mund ta zëvendësoj fjalën e shkruar, e para, e dyta, me gjithë ndryshimet e mëdha shoqërore që janë duke ardhur, do të thotë ndonjëherë po na gjejnë të papërgatitur. Lexuesi duhet të kuptojë, dhe në përgjithësi të gjithën, ne duhet të kuptojmë se sa më parë që të jemi të përgatitur të bëjmë ballë sfidave të ndryshme që na mos them kërcënojnë, po që na rrinë mbi kokë, aq më lehtë do ta kemi ballafaqimin me të vërtetën. Mos të bëhemi thjesht sikur struci i cili e fut kokën në ndhe duke u shmangur ballafaqimit me problemet dhe me sfidat. Por të bëhemi të tillë që ta ngrejmë kokën, të ballafaqohemi, të përballemi dhe të kahëzojmë. Ti kahëzojmë siç duhet dhe nga duhet ambicjet tona, të cilët ndonjëherë mund të jenë edhe të pajustifikueshme, por mendoj që qenia njerëzore është e tillë e prirur që të ketë ambicie të pajustifikueshme, por intelektuale duhet të kenë ambicie të justifikueshme. A mendoni se shoqëria shqiptare sot reflekton të themi mjaftueshëm për sfidat me të cilat përballet apo jetojmë në një kohë reagimesh të shpejta dhe reflektimesh të pakta? Unë mendoj që shoqëria shqiptare në përgjithësi ende nuk është e përgatitur fatkeqësisht që t'i bëj ballë këtyre sfidave që e përmenda. Kur e shet trendin e zhvillimit epokal në nivel global botëror, ende e shoh që jemi të vonuar në këtë drejtim, megjithëse nuk duhet të bëhemi nihilista. Ka zhvillime, ka përparime, bëhet zemra mal kur shoh arritjet e shumë shqiptarëve që janë gjetiu nëpër botë, të cilët po rrezatojnë. Fjala vjen, lexoj shpesh nëpër portale kështu me radhë, të arriturat që i kanë bërë AKCL shqiptare, ja ka arritur në një fushë të caktuar, është shquar, është dalluar në ndonjë segment caktuar atje në Perëndim. Pse? Sepse si popull jemi vital, jemi shumë punëtor, por duhet të na jepet mundësia që të japim kontributin dhe të
ta dëshmojmë vetveten. Në shoqëritë perëndimore që shihni, shqiptarët janë duke rrezatuar shumë dhe jo vetëm kuptohet edhe të tjerët, por me që më pyet konkretisht për shqiptarët. Fjala vjen në Austri, në Francë, në Zvicër, gjetiu janë të suksesshëm. Pse? Sepse atje do të thotë nuk ka mekanizma frenues, gjithsesi nuk ka mekanizma bllokues për shkak të etnisë apo përkatësisë fetare. Atë thjesht duhet të jesh i suksesshëm, punëtor dhe ti grahësh punës dhe padyshim që suksesi do të jetë i garantuar. Arrihet me punë. Mund të na thoni në fund se cili është projekti juaj i radhës? Çfarë mund të presim nga Ardian Ramadani në të ardhmen? E ardhmja mbetet çdo herë e hapur, uroj fillimisht të jemi me shëndet mirë, sepse nëse e kemi shëndetin, i kemi të gjitha, se edhe për kujdesim që ta kemi shëndetin mirë, qoftë në aspektin sportiv, qoftë në aspektin ushqimor, por kuptohet, e ardhmja mbetet e hapur. E tash në planin profesional, më duke punuar edhe në një libër tjetër, që besoj që do të dalë deri në fund të vitit, shtëpia botuese Armagedoni në Prishtinë, dhe miku im Berat Dakaj, i cili edhe ka botuar këtë librin e 6 me radhë, është i angazhuar që ta bëj edhe botimin e radhës së librit 7. Në mes tjerash do të vazhdoj edhe më tutje që të jap kontributin tim në fushën e mësimdhënies së gjuhës frënge, vazhdoj më tutje që të merrem me përkthime, do të thotë nuk do të ndalemi dhe kuptohet projekti im është edhe mbrojtja e doktoraturës deri në fund të vitit, që është në fushën e historisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. E tashi gjatë rrugës mund të shfaqen edhe ndonjë farlloj kthese në majt në të djathtë. Jetës nuk i dihet, por duhet të jemi të përgatitur. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë në Ritmi i ditës. Shpresojmë që edhe në botimin e librit të radhës do ju kemi përsëri në studio. Me kënaqësi, faleminderit aty ku më ftojnë për të biseduar për librin, për të folur për librin, i përgjigjem me gjithë kënaqësi dhe me një gatishmëri të pashë. Faleminderit edhe juve. Ju faleminderit edhe një herë.